Nën, çfarë po ndodh, nën? Thuaj ndonjë gjë, të lutem. Vendosja një maskën, po I bie pulsi. Ju lutem, thuani. Lironi dhomën, ju lutem. Ju lutem. Nën. Ju lutem, lironi dhomën, ju lutem, lironi dhomën. Dora, nën, shpëtojeni, nën, ndihme, ju lutem, shpëtojeni. Ju lutem, shpëtojeni, nën, ndihme. Ju lutem. Mi jep tani mashetat që të vazhdoj secili rrugën e vet. Ora më thuaj kush je ti ora djalë, çfarë do që më thua? S'do të lë të shkosh gjikundi pa më dhënë mashetat. Ashtu, ha. Hajde, provoje pra. Vazhdojeni përleshjen jashtë, vëllezër. Mos ma dëmtoni mallin. Çfarë po ndodh? Ja, skape! Hajde këtu ti! Zot, mos I ndodh që në nësime. Kurse e atë për mua, mbroj atë për mua. Aslan po ta laman e ty. Sepse... Profesor, nëna zotë më lërë dhe të ika, po jo. Nuk do ik bi. Mos ki frikë. Do shërohet, më beso. Dhe gjithë shka do bëhet mirë, do e shohësh. Mos ki frikë. Treq e mardh. E nga iku kë? Nuk I di. Hajde shohim lart. Si e ka gjendjen? A ju jeni bashkëshorti I pacientes? Jam... Profesorit Erek është një e afër. Unë jam vajza e saj. Ajo pati një sulm të shkurtër për ilaçeve që I dham ne, por gjendja e saj po përmirësohet. Nuk vërejtëm dëmtim të përhershëm në shkallën që parashikuam. Rreziku kaloi, andaj mund të pushoni të qetë. O, zot, faleminderit shumë. Nëna ime është mirë. O, zot, shqyr shpëtoj. Faleminderit shumë, doktoresh. A mund të takoj nënën time? Është nën anestezi për momentin, ka nevojë të pushojë. Nëse vazhdon kështu do e nxjerrim për njësi së kujdesit intenziv. Mund ta ashnihni pasi të transferohet në dhomë. Faleminderit shumë. Ju lutem. Ç'të thash? A e sheh pra? Nëna jote s'do të braktis ashtu. Si do qoftë me kaq. Mirë që ju kam, profesor. Të tregoj familjes të janë.
Ozan, mos vrapo! A je mirë? Miriam, të mos e humbim. Zoti më koft. Doktoresha tha që po përmirësohet. Do e transferojnë në dhomë së shpejti. Të dhe ras më vonë në ty, në rregull? Hajde tani. Nëna u shërua, duhet të hash në gjë. Je zverdhur shumë. Faleminderit, profesor. S'ka nevojë të më falenderosh. Thjesht mora atë që gjeta në mens. Jo për këto. Por që qëndrove pranë meje. Urdhëro, Sibel. Zemër, ti jesh në aeroport për 1 orë. Pse? Që të më mirëpresësh, që tjetër. Je herët ka ndonjë problem? Fillova që të mërzitem këtu. Më mungon bia ime dhe dua që të kthehem. Boll bëre pyetje dhe nisu. Sibel, pse se merr ndonjë taksi këtë herë? Nuk e di nëse mund të vi me kohë. Tarek, po më lodh mua. Nuk dua që të marr taksi, hajde dhe më merr. Eja, burimi dashur. Në rregull do vi. Por që ta dish, ka mundësi që të presësh pak. S'dua të të lë këtu vetëm, por më duhet që të ik. Të lutem, më fal shumë. A është e mundur një gjë e tillë, profesor? S'mund të them se sa e lumtur jam që erdha deri këtu. Unë nuk e di se çfarë do të kisha bërë pa ju. Përveç kësaj, tani që kemi lajmet e mira për nënën time, s'ka nevojë të shqetësoheni fare më për mua. Duhet të ktheheni në punët tuaja. Nëna jote është shumë me fat, e di. Është shumë me fat që ka një vajzë sikur ti. Nëse ndodh diçka, pavarësisht orës, lirisht të lutem më merr në telefon dhe do të vi. Dakord pra? Faleminderit, profesor. Miropafshim. Shikoj orën. Ju telefonova disa herë dhe s'po më përgjigjen. As nuk po më telefonojnë. Nuk e kuptoj se çfarë po ndodh. Pra, baba ndoshta i ka marrë malli? Prandaj s'do i kem parë telefonat. Pastaj kanë qenë shoqe të ngushta me hallën. Se kuptoj nga na dolen këto shoqe tani. Pse si kanë përmendur më herët? Bi, më dëgjo. Thirrë Aslën dhe thuaj ti telefonoj Dajes le ti dërgoj që janë mirë. Për ndryshe ky burr do të dalë në rrugë të kërkoj tani. Ai, në rregull, shikoj ti babain. Unë po telefonoj jashtë. Ai s'ka si shtëpia. Jam e raskapitur. Kondicioneri në dhomën e hotelit u prisha, të besohet, ishte katastrofë. Nejse pasi bëra zhurmë me zgjidhën problemin. Ku është Bergjini? Bergjish, erdha mami. Aslan po ta laman e ty. Sepse
mos u shqetëso daj shpirt. U habitëm në muhabet dhe s'pata mundësi të telefononim, sinqerisht. Në rregull, bi. Tani që folëm ndihem më mirë. Aslı, jepja telefonin në nëstëndet, t'ja dëgjoj zërin. Ashtu, daj, më qua në dyqan që të blija sa gjera unë, tani nuk jam në shtëpi për momentin. Në rregull, shpirt, kuptova. Thuaj të më telefonin në mëngjes. Në rregull, daj shpirt, natën e mirë. Më në fund, ja pra. Sot, më falë që dhe lash vetëm në spital. Por kisha një arsye, do ta spjegoj më vonë. Nën, shiko, po ta them ta përsëris. Nëse Ozani e merr vesh se çfarë të thash, nuk do të më shikoj më në sy. As pak nuk do të më shikoj mua në sy. Ai në rregull, u kuptova? U kuptova? U lodha me këtë më. Do të bëj sikur e kuptova vet. Ai, mos u shqetëso kaq shumë e dashur. Që nga nesër e tutje, s'do e kemi më asle në jetën tonë. Së bashku me anë të babajnë e saj, ajo do të largohet. Shumë mirë. Po e presim ende këtu. Po çka nëse nuk vjen ai? Ka për të ardhur. Pa tjetër që do vi, përderisa ky kamion është i parkuar këtu. Çfarë do t'i them me Lyli tani? S'do t'i thuash gjë, vëlla. Zë i përfshim Aslën ose e Lylin në këtë punë. Mirë, ashtu do të bëjmë. E transferua në dhomë tani. Jo, nuk është zhruar ende, por mjekët po thonë që është mirë, është në gjendje stabile. Ata planifikojnë të nxjerrin nga spitali nesër në mëngjes. Duke pare, duke bërë, pra. Shqyr Zotit. Ai, shqyr Zotit. Të lumt, halla ime, e kalove rrezikun, të lumt. Do të dëgjoj papajut. Aslı, do të them diçka unë. Ka ndonjë lajm nga Xhengizi? Jo, tejse shpirt. Nuk e di ku është. Pika i raft ati. Gruan dhe vajzën i kanë atë gjendje, a i s'është askund. Zemër, e dashur, ti mos lejo të shqetësoj asgjë, dakord? Na telefonon ndonjëherë dhe na jep lajme. Hajde Zoti të ruaj ty. Në rregull, tejse shpirt, faleminderit. Mirupafshim. Shqyr Zotit. Në shpirt. Derisa ti e mirë, asgjë tjetër nuk ka rëndësi. Por mos më thënshin Aslı. Po e lash babajnë të shpëtoj pa ndëshkuar. Surprizë, Xhengiz. Mendova që do shpëtoje. Hajde pa këtu. Drejt qënore, ikë shdo ko. Dërzo marshetat. Nga dal. Mi jep marshetat. Mi jep! Një burë si ti nuk e meriton të jetë baba i Aslës. Më kuptove?
të vish në shtrat? Po e pres Ozanin. Ende nuk është kthyer. Telefonaj po deshe, ti ta dish se ku është. Thirrë tani. Kam frikë se do mendoj se po i zë frymën. Marzira, zemër. Ti e nëna e ti, është natyrshme që të shqetësohesh për të. Ari telefonoj tani. Po më thuaj, mami. Ozan, biri dashur, ku jeti? Kur do të kthehesh në shtëpi? Nuk e di, mos më prit, ti mund të flesh. Hajde natën e mirë. Çfarë ndodhi zemër, s'do të vi? Si do qofë s'ka gjë. E thirrja dëgjove zërin. Hajde shpirt, hajde ja në shtrat. Shko ti, Mimtas, unë do të pres këtu. Mirë, në rregull shpirt. Le të ikim përpara se të na ka papa yt. Çfarë keni? Ku po shkoni ju të dyja? Ne po shkojmë në punë, baba, ku tjetër? Nurana, edhe ti? A nuk është herët? Ne në fakt e kishim në plan të ndaleshim në treg pak më tutje, pastaj në punë. Mirë, pra në rregull. Ditë të mbar. Shihemi, baba. Nën, do doja që të vija edhe unë në spital. Nuk ka nevojë, bie dashur, sot do të dal nga spitali gjithsesi ajo, do e takosh hallën në shtëpi. Hajde. Nën shpirt. Ai hape syt. Faleminderit Zotit. Ti nuk më le mua, nën. Faleminderit o Zot. A do të kisha lënë ty ndonjëherë, bie ime e bukur? U friksova shumë. Isha të meruar mos të ndodhte diçka ty. Unë kisha frikë se mos të bënte ndonjë gjë Xhengizi ty. S'mund të më bëj asgjë ai mua. Mos u shqetëso ti. Por unë e di mirë se çfarë do t'i bëj atij. Ai do ta paguaj shtrenjtë për atë që bëri. Asllë jo, mos guxo ta ndjekësh atë. Unë do të vdes nëse do të bënte ndonjë gjë ai. Dëgjoj. Po pati nevojë, do të punoja gjithë jetën për të shlyer parat që vodhi ai. Më dëgjon. Vetëm ti të jesh mirë dhe lumtur. Mbaru shkollën dhe jeto jetën tënde. Mos u ngatro me Xhengizin ti. Në shpirt. Mos u brengosti. Hajde, mos mendojmë për këto gjëra tani. Vetëm shërohu shpejt. Pastaj, përderisa ne të dyja jemi bashk, do ka përcejmë çdo vështirësi në jetë. Tarik i dashur? Çfarë keti? Ke rënë thellë në mendime këto ditët e fundit? Asgjë s'kam. Shikoje çfytyrë ke, është e qartë se ka diçka. Ka disa çështje në lidhje me sallën sportive që do të ndërtohet. Për atë mendohem. Ai Tarik dashuria ime, çfarë hallesh të mërshme paske që të qajmë të gjithë së bashku? Më mërzit e vërtet. Po ti, çfarë ke këtë humor të madh, Sibel? Çfarë ke? Mos ke blerë në një palë puc të reja? Jo,
Kështu, po shijojmë një mëngjes të mirë së bashku. Unë për dallim nga ti nuk po mere me gjëra të pakuptimta. Në rregull. Juve ju bëft mirë, unë po dalë. Shihemi zemër. Miru pafshim, baba. Miru pafshim shpirt. Mirëmëngjes, profesor. Mirëmëngjes. Si ndihesh, më thuaj, si e ke nënën? Mirë jemi, profesor, shqyr zotit. Nëna u zgjua, madje dhe bëri kontrollet. Po bëheshim gati për të dalë nga spitali tani ne. Oh, më vjen mirë. Mos të mbaj më gjatë. Do flasim pra, jam shumë i lumtur që është mirë. Mirë, në rregull, profesor, shihemi më vonë, faleminderit. Aslan po ta laman e ty. Sepse Profesor Tariku erdhi dje. Qëndroi pranë meje dhe më mbështeti. gëzohem. Baba e gjendet askund, por një burr tjetër më trajton si bi në çastet më të rënda. Është kujdesur për mua tamam si një baba. Mos të tha që dje profesorit a rëku ty? Për çfarë? Për manshetet e ki fjallën? Jo, nuk i përmendi as pak. Mendoj se nuk e dinte që ishin vjedhur. Ishte aq i ndjeshëm, aq i sjellshëm sa që edhe po ta dinte që babai im i ka vjedhur, nuk do thonte asnjë gjë vetëm për të mos më mërzitur mua. Është i kujdesshëm mos të lëndoj edhe të panjohurit. Sikur të kisha një baba sikur ai. Virginia është shumë e fata, e di? Në shpirt. Unë të mërzita prap ty, apo jo? Më vjen shumë keq. Dhe përveç kësaj, jam tashmë bia më me fat në botë. Kam një nënë sikur ti. Çfarë mund të doja më shumë? Ozan, ku po shkon? Më duhet të shkoj të merrem me diçka. Prit. Po vi edhe unë. Jo, s'ka nevojë mos u shqetëso fare. Jo, mos vol marzira. Me që u nisëm në këtë rrugë bashk, Të ngatrova edhe ty në këtë punë. në fakt u bashkan gjita unë vetë. Po ke shumë të drejtë. Jaz, faleminderit shumë që më mirë pritë në shtëpinë tënde këtu. Mirë, në rregull, nuk është shumë vendi përshtatshëm për mysafir. Për çdo herë ja i mirë se ardhur. Akoma kemi punë për të bërë. Ashtu, Jam shumë vonë, më mirë të ikë. shifemi pra. Mirupafshim pra. Duhej të takohesha me Lylin që të shkonim në shkollë bashk. Jam vonë. Vazhdo punën, mirupafshim. Mirupafshim, vlla. O, Zot, faleminderit.
Sa e lumtur jam që po të shoh. Mo je dje, a e ke idin sa na friksove neve? S'kam bër as një sy gjumë gjithë natën. Motra ime, dashur, se do të mund të ta shpërblej ndonjëherë ti. Çfarë muhabeti është ky? Ti vetëm mos u sëmur, kaq po kërkoj unë, asgjë tjetër. Që nga nata kaluar nuk dija të shqetësohesha për ty apo për vëllain tënd, jam vërtet e shkatruar. Mos ke merak për asgjë. Kjo është e tëra që dua unë. Mbaruam me dokumentet për daljen nga spitali. Morëm edhe udhëzimet mjekësore, por doktori më paralajmëroi rreptësisht se nëna s'duhet të stresohet përsëri. Ky doktor nuk e njeh as pak nënën tënde. Ajo shqetësohet për çdo gjë të vogël. Telefonoj atë vajzën. Thuaj që je shqetësuar për të. Pyete si e ka nënën dhe shiko se kur do të kthehen. Thirrë. Rregull. Alo, Aslı si je, dashur? Ja, si është nëna jote? Isha shumë e shqetësuar dhe doja të telefonoja. Faleminderit që më telefonove. Nëna është shumë mirë. Falë Zotit ja do lëmban. Tani po dalim nga spitalin e. Më vjen shumë mirë të shkuara. Pra, a do ta sjellësh nënën tënde në shtëpi? Po. Do jemi në shtëpi për afërsisht 1 orë, asaj duhet pushim. Në rregull, zemër, në rregull. Ju uroj shumë shëndet. Shihemi më vonë. Mirupafshim. Le të vi. Le të shohin si është të vjedhësh nga shtëpia jon. Le të shohin. Më desh të ikje me nxitim nga të spitalit je. Kërkoj ndjes. Zakonisht nuk iki, por... Ai, jaz? Nuk ka problem, s'ke nevojë të ma shpjegosh. Madje, dje më dërgove mesazh. Ashtu, mjafton që ishe pranë meje. Ti nuk je zemëruar me mua? Jo, shpirt pse të zemërohem. Dhe më lër mua ti. Ti çfarë bëre? Je i lumtur në shtëpi? Absolutisht. Do të shkojmë në shkollë bashkë do mëngjes. Nuk më pëlqen shumë të eci vetëm, prandaj e thash. E kupton apo? Mos më shikoni ashtu. Mirë jam unë, po eci shumë mirë. Edhe jam duke ecur mirë. Për ndryshe do t'u ankuem mjekëve se më sëmurët nga pakujdesi. Hajdut! Ju erdhët në shtëpinë time dhe vodhët. Do të ju vrasë e dje. Punë e mbarë, zotri Ashar. Faleminderit zonja Zhylide. Le ta dëgjojnë që të gjithë hajdutët që i vodhën në manshetat antike të burrit tim. Çfarë po ndodh? Do thëras policin. Zonja Sibel, ju lutem. Zonja Sibel, çfarë po thoni ju? Nëna ime sapo ka dalë nga spitali, ju lutem. Të ulemi dhe të flasim qetë. Çfarë do të thuash me hajdut? Zoti na ruajt. Vetëm ajo hyri në shtëpinë time. Hajdute njëherë. Është faji im që të besova dhe të lash shtëpinë ty. Zonja, ç'po ndodh? Qetësohuni. Zotri Ashar, motra juaj është një hajdute e vërtet. Sibel, të lutem qetësohu. Nuk bën asgjë kështu duke bërtitur dhe duke fajsuar njerëz, të lutem qetësohu pak. Mos mi mbro këto njerëz, ti të lutem. Çfarë do bie ke ti mbrosh? Shikoj këto, me gjithë bamirësinë, erdhen me rastin e parë dhe u përpoqën të më grabisin shtëpinë. Herës tjetër do të përpiqen edhe të më vrasin.
shkove dhe i tregove nënës tënde më njëherë, po? Unë nuk I thash as gjozan. Nëna ime e kuptoi vet. Dhe kur e kuptoi se mungonin manshetat, nuk mund ta ndaloja më. Nuk e ndalova dot. Dreqi të hanë, si arrita dot. S'kemi siguri për jetën tonë dhe pronën. Të mendosh që kjo lagje mbahet si elitare. Sibel, të lutem mjaft, ma. Mjaft. Ju lutem mos bërtetni më, ju lutem. Ende flet pas një pikë turpi. Rrezikun se kemi jashtë e kemi brenda. Kush I punsoi këta njerëz? Kush I la këta hajdut të hyjnë në mesin ton? Kjo është shumë fyese. Ne s'jemi hajdut. E dje. Nëna e mirë. Ullu këtu. Mirë. Ullu këtu. Ullu. Nën. Jepja këto masheta në nësate. As Asla dhe as nëna e ves janë fajtore për ato që ndodhi. Unë nuk mundem. Nuk mundem, duhet t'ja japësh ti. Ti duhet t'ja japësh, të gjithë do e kuptojnë se sa të rimu tregova kur ja more manshetat. Jo. Do bëjmë si kur s'ka ndodhur gjë. Nuk duhet ta turprojmë më Aslan. Nuk e ka për detyrë të mbaj barën e mëkateve të babait të saj. Nëna jote nuk do ta di. Askush do ta di. Do të bëjë sikur I ke gjetur manshetën në shtëpi. Nën, a I mirë? Mirë jam, mos më rakosni. Thjesht humba vetdijen për një moment. Mirë jam, valla. Hajde. Qau, të futemi brenda. Prit. Nuk mund të shpëtosh sikur po të bie të fikët. Nuk mundesh. Sibel, mjaft më. A nuk e sheh në çfarë gjendje është ajo? Është shkatruar. As ke as pak vëmshëriti? Çfarë na solli bëmirësia ndaj atyre? I javun syrin pronës son. Ne nuk bëm asgjë gabim. Po punojmë këtu me dinjitet. Çfarë të keqe na keni parë të bëjmë? Lutem, mos mi bëj këto numra mua. Kemi parë kështu lloj shtrirje më parë. E mjaft. Mos shpif për njerëz të pafajshëm. Çfarë mëkati kanë bërë teta dhe doja im? Ne. Nën, prit. Unë këto I gjeta në fund të dollapit. Askush nuk vodhi asgjë. Çfarë të thash unë ty? Askush nuk vodhi asgjë. Nuk pati vjedhje. Ju kërkojmë ndjes, patëm një keq kuptim. Në shpirt, hajde. Të futemi brenda. Do të të vras fare, unë ty do të vras. Gjengiz, Vetëm të nadur pronte para gjithë botës I kishte mbetur mangët. Ku I gjeti Perçini ato mansheta? Zoti na ruaj nga shpifjet pa argumente. S'kam parë kurrë në jetën time një grua kaq të pa edukat sa zonja Sibel. E dashur, ti a je mirë? Ha? Hajde të çë në shtrat të pushosh pak ti. Hajde, eja.
Çfarë më mendon se po bën ti? E turpërove mamin para të gjithëve. Për çfarë folëm ne? Mos vall harove çfarë biseduam. Ja, më dëgjo, betohem se nuk isha zgjidhje tjetër. Ke të drejtë. Por Ozani i gjeti mansheta dhe misolli. Tha që duhet të thosha se i gjeta unë. Nëse nuk do ta kisha bërë, mund ta kisha humbur Ozanin përgjithmonë. A më kupton tani mua? Ozani zemroi sot pajtohet nesër. Por ky ishte shansi i fundit për ta hequr qafe atë vajzë varthnjake. Mua më bëre të duket si thashë të magjike. Gjithë lagja do e përhap fjalën nga komuniteti deri në mëngjes. Më turpërove mua! Të urrej unë ty. Urdhëro. Eja tek parku. Nuk jam në humor për biseda, Aslı. Duhet të flasim. Të lutem, hajde te parku sa më shpejt. Çfarë po thua, Julide? Si mund ta bënte Sibeli diçka të tillë? Ti akuzonte njerëzit në këtë mënyrë? Sidomos një grua që sapo ka dalë nga spitali. Tarëk, asu nuk e kuptova, më beso. S'po u besoj as veshëve. Ajo ishte aq e zemruar sa s'munda ta ndaloja. Ta kishe parë zonjën Hedije. Gruaja e gjorë duke e shkatruar mezi që ndronte në këmbë. U të merova se mos i ndodhte diçka e keqe. Për fat të mirë Berçeni. I gjeti manshenat në dollap dhe çështja u zgjidh. Por ti përsëri nuk duhet i tregosh asgjë Sibelit. Është mjaft e turpëruar tani. Mirë. Faleminderit që më tregove, atëherë shihemi. Për çfarë do që të flasi me mua? Ku e gjet ato mansheta ti? Nuk ka mundësi të kenë qenë në shtëpi. Nëse të pyet Aslı ku i gjete manshetat, thuaj se e morë vesh për ato përpara se të shkonte në spital. Ja, unë të dëgjova ty. E kam fjalën para se të shkoj në spital. Duke parë sa e mërzitur ishe, s'mund të thosh asgjë. E dija që nëna ime do të bënte shumë zhurmë se do ta zbulonte se manxhetat mungonin. Kështu që i bleva të njëjtat me para që kisha kursyer. Shkova dhe i bleva të njëjtat, por e vuri re se parasit i vendosja në vend. Për fat të mirë mbërita pikërisht në kohë. Bergjin, unë nuk e di se si do të falenderoj ty. Unë as nuk e di se çfarë të them. Jam shumë e turpëruar para teje. Atë shumë më vjen keq. Mos u shqetëso. As ti dhe as nëna jote nuk keni faj për këtë. S'ka gjë për të turpëruar, asgjë. Unë doja bëj disi dhe do të kthej çdo qindark për ato mansheta. Të premtoj. Por nuk e di se si mund të ta shpërblej ndonjëherë këtë mirësi. Çfarë rëndësie kam parat? Unë e bëra sepse po mendoja për ty. Në fund të fundit jemi shoqene. Tani nuk jemi vetëm shoqe. Do jemi mikesha të ngushta. Unë do bëja gjithçka për ty, Bergjin, çdo gjë. Faleminderit shumë, faleminderit. Ti të jesh mirë. Gjithsesi më duhet të iki. Mirupafshim. E ashtu pra, disi sot s'kishte shumë njerëz në kafene. E Lyl? A, Arzo? Si e? Ku ke qenë ti kështu? Pra, kjo është Arzo, shoqe nga shkolla e mesme. Gëzohem. E gjithashtu. I dashuri të shky. Ashtu, si po të shkon shkolla? Mirë, si mund të shkoj. A mos ndoshta studion edhe ti këtu? Ky vend të shkon shumë ty. E Lyl është studentja më e zellshme në klasën tonë. Jo, nuk jam duke studiuar.
Po punoj. I vërtet? Shpresoj të vazhdosh vitin tjetër. S'po mendojem shumë për shkollën, e kam mendjen te puna, Arzu. Ti e din. Por mendoj se po e çon diturinë tënde kot. Sidoqoftë, e kam me nxitim dhe më duhet të shkoj. Ne do të flasim më vonë. Në rregull, shpirt. Shihemi. Gëzohem që të takova. A je mirë? Akoma po më shikon me turp. Kuli të tërën. Aje e urrente edhe të këzohesh unë. Por, me kalimin e kohës, u mësova dhe gjërat e këqija që më bënte filluan të më dukeshin normale. E pranova. Ai mund të më trajtonte sa keq të donte. Por s'mund të pranoja që ai t'u bëj keq atyre që më rrethonin. Për fat të mirë, sot Virginia na shpëtoi. Nuk e di çfarë do kisha bërë pa ta unë. Vajza më tha që jemi shoqet e ngushta. Nuk mund të ta shpërblej kur, më tha. Ajo do bënte çfarë të doja unë, më kupton? Nën, sa herë të kam kërkuar falje. Ta shpjegova pse e bëra. Vërtet nuk isha zgjidhje tjetër, më beso. Do bëje çfarë të duash ti? Mirë. Por hapi veshët edhe më dëgjo mirë. Tani kështu do bëjmë. Do e kthejmë situatën në anën tonë, edhe pse po dridhem tani. Do e kthejmë situatën në favorin tonë. Një gjora i ku e bleu të reja me parat e saj. Shikona çfarë situate na futi babajim. Vajza s'qen ka si nëna e saj, si duket. Ajo po telefonon, Bergjini. Sa vajze mirë qen ka. Urdhëro. Përshëndetje, Asllë. Nëse je i lirë, a mund të takojmë te Pergola? Dua të të pyes për diçka. Sigurisht. Do jam atje për 5 minuta. Biun do dalë në kohë për të marrë pak ajër të pastër. Në rregull, në shpirt, hajdeja. E sigur që zoja japësh provimin? Jo, unë e mbylla kapitullin në universitetit. Tani shqiko, mund t'ja dalësh nëse punon. Përveç asaj edhe shoqja jote tha. Je e zgjuar, je punëtore, mund të bësh. Tani është shumë vonë. Kam kaluar atë shumë kohë pa studiuar. Do të më duhet të filloj gjithçka nga e para. Dhe tani nuk kam atë kohë. Më dëgjo, mos mendo kështu. Tani mund të shkosh në kurs. Edhe unë mund të ndihmoj. Tani mund të punojmë bashkë të te kalosh këtë. Nuk është edhe aq e lehtë. S'mund të them familjes time se dua të shkoj në kurs. Pse jo? Të ndalon baba yt? Babajem është babai më i mrekullueshëm në botë. Unë hoqa dorë nga studimet vetëm për babajnë tim. Nëse ai e kupton këtë gjë, do të shkatrohet. Do t'i vijat shumë keq që nuk mundi të më dërgoj mua në shkollë, kupton? Edhe ty të lutem, mos e hap këtë temë.
Zotri Tarëk, urdhroni. Sa po e mora vesh se ç'ndodhi sot. Jam shumë i turpruar. Kërkoj ndjes edhe për Sibelin. Ju lutem më falni. S'ka problem. Pati një keq kuptim, nuk u bë asnjë dëm. Por, zotri Tarëk, duhet ta dini si jemi ato lloj njerëzish ne. Sigurisht që e di, zonja Nuran. Më vjen shumë keq me të vërtetë. Urdhro. Në rregull. Po vi me njëherë. Kërkoj ndjes, por prisja disa furnizime për pishinën. Dhe sa po kanë ardhur tani, më duhet të shkoj. Në rregull, vazhdoni ju punën. Të ikje edhe unë. Zotri Tarëk, ju lutem uluni për një filxhan çaj me ne. I tregova edhe nënës time për mirësinë tënde. Ti the që nuk ishte gjë, por ne prap do punojmë për t'i paguar manshetat që i ke bler. Vërtet nuk është ndonjë gjë e madhe. Gjithsesi të thira këtu për të kërkuar diçka tjetër nga ti. Sigurisht. Çfarë të duash? Eja të ulemi. Aslı. Kam një sekret që e fshej për të gjithve. Por tani ne jemi shoqe. Nëse premton të mos ja tregosh askujt, do ta them edhe ty. Vajza juaj na bëri një nder të madh. Zoti ju bekoft të dy juve. Keni rritur vërtet një fëmijë të mrekullueshëm. Berqini thua? Po mos të ndikoj nga nëna e saj. Është zemër mirë për ndryshe. Hedie. Dua të pyes edhe diçka. E mban mend çfarë më the në spital? Jo, s'më kujtohet. Aslën po ta lë amanet, sepse më the. Çfarë doja të thoshe me këtë? Aslën po ta lë amanet sepse çfarë? Çfarë do të thotë kjo? Ja, pra tani kështu. Po emocionohem. Unë kam dikë që me të cilin kam qenë dashuruar në gjimnaz. Ndoshta edhe më herët. Shumë jam e dashuruar. Dhe ti e një këtë person. E një? Personi me të cilin jam e dashuruar është Ozani. Dhe jam çmendurisht e dashuruar me të. Nuk dua të pres më gjatë. A do të më ndihmosh t'ja fitoj zemrën Ozanit? A do të më ndihmosh të bëhem e dashura e tij?